Njerë, ne jemi lëvizje, edhe pse nuk themelues të saj, nuk janë njerëz që jetojnë në diasporë, lëvizja jonë gjerësisht njihet si lëvizja e diasporës, praktikisht, sepse ne nisëm me kauzën e ligjit për votën e diasporës, pas 34 vitesh, 33 vitesh që flitej, por nuk realizoi, bëm një tur me 37 takime në diasporë, e ngritëm frymën, shkruam një projekt ligj, i mblodhëm 21 firmat, e propozuam projekt ligjin, e çuam në parlament, u miratua, u votua. Praktikisht ky ishte një rezultat logjik. Ne mendojmë që ligji për votën e diasporës nuk është interpretuar sakt në këtë zgjedhje, si çdo gjë në këtë vend që deformohet, por kjo nuk na bën pishmend, kjo na bën vendosur që një ditë ky ligj të zbatohet si duhet. Si shpjegoj aty që 80% e votës shkoi pastaj për partinë shtet ose për partinë socialiste? Nuk shkoi 80%, ka shkuar për ishte të vërtetë. Po flasim për votën kryesisht të Greqisë dhe të Italisë. Në Greqi po në tërësi ka shkuar rreth 60%. Dhe po të shohësh se kjo është dhe përgjigjja e pyetjes. Në fakt në diasporë Edi Rama ka humbur përveç 2 shteteve. Po ishin shtetet që përfaqësojnë 78% votës. Të lutem. Kjo tregon qartësisht dorën e zgjatur të Edi Ramës në këto 2 shtete. Nuk e kish dot dorën e zgjatur në Kanada, në Suedi, në Angli, në Gjermani, në jo. Shikojeni si u bë procesi në Greqi. Nuk e bëri DL-ja. E nën kontraktoi në disa kompani atje dhe kaloi në një proces taos që shkonin atje me nga 1000 vota edhe me bagazhe makinash. Të lutem, edhe në Itali e njëjta gjë, domethënë, le të jemi realist. Për shkak se vota e diasporës që e përqendruar në këto 2 shtete dhe në këto 2 shtete ky kish mundësi përmes patronazhimit vet dhe se janë afër bënde atë që bëri, u disbalancua, por në diasporë, në të gjitha shtetet e tjera Edi Rama ka humbur. Dhe kjo tregon qartë që fryma ka qenë kundër tij, por zbatimi i ligjit dhe i marrëveshjes nga DL-ja nuk ka qenë nivelin e dur. Ende sot DL-ja nuk i ka çuar pasqyrat, ende sot nuk i ka çuar pasqyrat e firmave që duhet t'i jepnin qytetarët që firmosin për votën. E dini këtë apo jo? Kish një rregull aty, kur ti çoje votën te dikush, duhet i merrje atë firmën. Nuk ende sot nuk ka kërkuar ju zyrtarisht. Nuk i kanë sjellë, edhe çështja e lekëve nuk ka pas probleme me pagesat, sepse duhet nga KQ-ja të vinë. Dhe ne nuk do e lëmë, ne do ta çojmë, jemi duke hetuar atë çështje, do të çojmë në prokurit posaçme. Vetëm në qarkun blor, vota e diasporës bëri diferencë në fitimin e një mandati më shumë nga Partia Socialiste, apo jo? Shiko, unë mendoj kështu. Jo, nuk është e vërtet kjo. Ka disa qarqe që kanë ndodhur. Unë mendoj kështu. Vota e diasporës është një arritje e madhe. Mendoj që ka vend për përmirësim, po duhet mos e harroni. Nuk është problemi i spitalit se mjeku merr lek. Është problemi i sistemi i cili nuk e paguan mirë mjekun dhe i mjeku që arrin të bëj korrupsion në spital. Nuk është problemi i institucionit të gjykatës se në gjykatë deformohen pronat, apo se bëhet padrejtësi, apo se bëhet korrupsion. Është problemi i sistemit që prodhon këtë padrejtësi, jo vetë institucionit dhe i ligjit. Nuk është problemi i votës diasporës si koncept dhe i ligjit për votën e diasporës, është problemi i sistemi që mendon se si ta manipuloj vullnetin popullor, duke detyruar administratën që 5 familjar jashtë i dërgojnë votën me foto dhe ta bëjnë këtë gjë. Po si mund parandalohet kjo në të ardhmen? Kjo parandalohet përmes një vullneti popullor, ndërgjegjësimit të përditshëm. Dikush më thot, po 80.000 vota nuk u përkthyen, është absolutisht nuk është e vërtetë. Ato 80.000 vota demaskuan në mënyrë lakurike përballë çdo ndërkombëtari dhe çdo qytetari gjendjen reale të ligjit elektoral në Shqipëri. Mendoni ju që njerëzit e kanë njohur ligjin elektoral si funksiononte në Shqipëri? Në tërësinë e vet? Jo, kjo është e vërtetë zoti Llapaj, po ka edhe një element tjetër që ju vetë keni pranuar publikisht, që nëse ju do ishit bërë bashkë informacione të reja politike, do ishit 13 deputet. Dhe ju vetë po të ishte pastaj proporcionali kombëtar, mund të kishit 4 apo 5 deputet, edhe me numrin e votave që u numëruan. Pra ishin në një deformimet e kodit zgjedhor, bashkë me reformën e salamandrën që prodhoi, dhe nga ana tjetër dhe mungesa e bashkëpunimit të formacioneve të reja politike, të cilët përgjithësisht vërtetës ju keni qenë të paktën që keni shtrit dorën e bashkëpunimit publikisht. Po për arsye të ndryshme jeni refuzuar nga është dëshmi publike, ky është fakt publik. 8 muaj e shtriva dorën, mora pas balt, mora pas shpifje te në gjykatë shkolla. Mora pas tradhti me dikë që arriti erdhi deri në destinacion. Dhe ne e bëm me vetdije dhe me ndërgjegje të plot përballë një nevoje që kishin qytetarët për ta
krijuar një kohezion të një poli të ri politik. Nuk e bën. Tani, nëse ti më shtrin dorën, unë të gjuaj me grusht, nuk është faji jot, mor mik.